dhe të zgjedhim një avokat populli I cili do të sigurojë që ka kontroll dhe balancë në institucion. Leti kujtoj gjithë kolegëve deputet që avokati I popullit ka disa funksione të rëndësishme. Ka funksionin për të mbrojtur të drejtat e njeriut dhe për të prodhuar raporte për shkeljen e drejtave të njeriut, por ka edhe funksionin për përzgjedhjen e antarëve në institucionet e reja të drejtësisë. Institucionet të cilët përfaqësimi avokatit popullit për antarët KLP, KLG është jashtëzakonisht I rëndësishëm. Unë I dëgjova me shumë interes gjithë kolegët që thonë merreni edhe këtë. Sigurisht që mund ta merrni edhe këtë kandidaturën e avokatit popullit, por deri më sot unë nuk besoj që ndodh në një vend tjetër demokratik që të ketë kandidaturë të majorancës për kryetar të SPAK-ut, kandidaturë të majorancës për gjykatë kushtetuese, kandidaturë të majorancës për avokat populli, kandidaturë të majorancës për Bankën e Shqipërisë. Po a ka kontroll dhe balancë pushtetesh? A ka mënyrë se si mundet këto institucione të vazhdojnë dhe të sigurojnë pavarësinë e tyre nga njëra anë dhe nga ana tjetër të kemi raporte të cilat ofrojnë një farë profesionalizmi. Për këtë arsye, bazuar njëkohësisht edhe në procedurën kushtetuese për përzgjedhjen e avokatit popullit dhe këtu I referohem edhe nenit 111, ku ka një procedurë shumë të qartë që grupi parlamentar e ka shprehur dhe e ka ndjekur sipas frymës, po edhe gërmës së ligjit, unë besoj që sot ndodhemi në kushtet që kjo seancë nuk ka çfarë të votojë. Nuk ka asnjë propozim zyrtar nga ana e opozitës për kandidatura për avokatin e popullit, mbas shkresës zyrtare që kryetari I Komisionit Ligjeve I ka dërguar grupeve parlamentare. Njëkohësisht, projekt vendimi që kryetari I Kuvendit I referohet në bazë të nenit 72 nuk ekziston sepse nuk ka prodhuar asnjë projekt vendim firmat e deputetëve të Partisë Demokratike, të cilët duhet kishin sjellë në këtë seancë. Po çfarë thot kjo? Kjo do të thotë që ne nuk po I bllokojmë këtë proces. Ne po kërkojmë një proces të bazuar mbi kritere, por që të përdorni edhe procesin e avokatit popullit për të zgjedhur një avokat populli po nga majoranca, atëherë mua më vjen keq të them, po kjo vetëm konsensuale nuk është. Unë jam autorizuar t'ju them fakt edhe nga Komisioni Evropian, edhe mbas komunikimeve që ne kemi pasur zyrtarisht si përfaqësues